është në gjendje, subhanallah, dëgjojmë raste të ndryshme, është në gjendje për veten e tij, të siguroj pushime verore, pushime dimrore, villa, shtëpia, vetura dhe krejt këto t'i bëj në krahun e djersës së punëtorit të tij. Vetëm e vetëm se e ka kuptu që punëtori që e ka është lidhur shumë për punën që e bën dhe aq shumë e ka maltretu, aq shumë zullum i ka bërë, aq shumë padrejti i ka bërë sa që punëtori i ngrat ka filluar të mendoj se po që se ky e din që për Zotin e madh njoh njeri personalisht me emër dhe me mbiemër që e ka maltretu në punë, deri në atë pikë sa që në momentin e parë pas 17 viteve i kërkon të drejtën e vete, sepse vjen në një situatë punëtori i ngrat që nuk mund duroje mo, çmimet hipin, lëvizin, jeta vështërsohet, jeta rëndohet dhe nuk mund të dalin në fund të muajit dhe i kërkon lëvizje të rrogës, e nxjerr prej pune dhe në moment që e nxjerr prej pune njeriu bie në depresion dhe përfundon në spital psikiatrik. Dhe ku e përmendëm më herët në fillim, se mjafton vetëm ta lexosh si situatë. Dhe nga ky moment kur ti dëgjon dhe sheh se një njeri që gjendjen financiare e ka të mirë dhe çdo gjë e ka në rregull, por ama shkel mbi djersën e punëtorit, mjafton vetëm të presësh dhe të jesh i sigurt 100%. Çfarë? Të jesh i sigurt që Allahu në formën kur më pak ai e pret të dënimit që do të vijë nga Zoti, Allahu ka me sprovu dhe ka me humb, jo ndoshta pasurinë, ka me humb diçka që më shumë ti i dhem atij. Nga se në hadith përmendet, imagjino, kjo nuk është çështje e lehtë, kjo është shumë çështje serioze. Prandaj mënyra si flas më duket që e ngrej zërin, por është nga dëshira e madhe që dua të ndaj me gjithë ata që na ndjekin. Fillimisht thras veten dhe thras gjithë që na ndjekin. Të kemi kujdes në këtë drejtim, nga se jemi në luftë të drejtë për drejtë me krijuesin e gjithësisë. Dhe thot pejgamberi alayhis salam në hadith të saktë se Allahu Dhul Jalal ka përcaktuar, na e ka bërë me dije se janë 4 mëkate, janë 4 gjunahe që njeriu rënd do ta ketë kur del para Allahut për mëkatet që i ka bërë në këtë botë. Mirë po, për këto 4 gjunahe Allahu Gjelle Gjelalu nuk do t'ja merr shpirtin e tij para se ai t'jep llogari për ato që i ka bërë. Para se ai t'jep llogari për ato që i ka bërë. Përmend hadithi dërguar i Zotit, shkëputjen e lidhjeve farefisnore, gënjeshtrën, tradhëtin dhe e përmend padrejtsinë. Për këto mëkate, kush i bën këtë dunjë, dënimi i ashpër do të jetë në botën tjetër. Por se këta që kanë shkelë këto gjunahe nuk do të dalën prej kësaj dunjaje. Para se të paguajnë çmimin e asaj çfarë kanë bërë, nuk do të dalën prej kësaj dunjaje. Para se të paguajnë çmimin e asaj çfarë kanë bërë. I ke hinë në hak punëtorit, e ke shkelë dhe e ke ngrënë djersën e punëtorit, nuk ke ngrënë diçka më helmuese, më të rëndë, më të vështirë, se sa djersa ati. Dhe kjo djersë nuk hahet vetëm në momentin kur ti e shes se ai bën punë më shumë se sa që ti e paguan. Bëhet në forma të ndryshme, kur ti e maltreton, kur ti nuk ja vlerëson punën, kur ti ja nënçmon punën, kur ti e shef se ajo duke bërë maksimumin dhe ti i thu ende se ke bërë mirë, kur ti ja vonon rrogën, kur ai të vjen dhe ka një nevojë, të kërkon një rrogë para kohë dhe ti thon nuk kam besim, ai ngrati 15 vjet ka punuar me ti dhe ti ende i thon nuk kam besim. Janë rregullat punës, ti i flet për rregullat punës, dikujt që ka nevojë shumë të madhe. Çfarë rregulla flet ti këtu? Dhe, ti e bëre
krejt atë çfarë dashti dhe atë çfarë të dashti egoja jote. Tani çfarë? Tani prit dënimin e Zotit. Dhe Allahu Dhul Xhelal, njerëzve të tillë, ati ku mësë shumëti ndoshta e kanë pikën më të dobët, ati në dunjo kanë me isprovu. Andaj, subhanallah, na mjafton neve që të ndalemi edhe të shojmë, të lexojmë historitë e njerëzve që i njohim.